siguria kombëtare në këtë vend. Kemi të bëjmë pasaj me një vend që kur duash na i pushtojnë edhe japin drejtimin, qoftë drejtim rus, qoftë drejtim serb, qoftë drejtim grek e tjera, dhe humbasim edhe integritetin por edhe autoritetin e shtetit, por na bie dhe shteti rrëzohet. Prandaj janë këto ligje. Kështu që edhe në këtë aspekt është një kontratë kriminale. Por nga ana tjetër, kemi të bëjmë me një çështje që është personale, familjare. Pra, në rast se ti po lufton të heqësh non gratën Sali Berishës, kjo kontratë duhet të ishte midis Sali Berishës apo pjesëtarëve të familjes tij me ata lobistët atje. Po jo partia. Nuk është shpallur non grata partia. Përmjedhoj, nuk ka asnjë lloj, domethënë, nuk ka kusur partia të mbuloj non gratën tende. Në ana tjetër pasaj, këtu ka dhe një serë problemesh tjera, që ajo që thatë me të drejtë juve që pyetët qysh në fillim që si vajtën këto para, atje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si vajtën, si mbritën, me çfarë rrugë e tjera, plus pasaj që ka dhe probleme të tjera me ata punonjës që janë përfshirë dhe që janë në një farë mënyre, janë pavarësisht di apo nuk di, dhe ne jemi të bindur 100% që këtu kërkohet edhe të njolloset figura e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse ata, disa prej tyre, janë njerëz të afërt të tij. Bie fjala vajza e shefit kabinetit të tij që i ka udhëhequr fushatën elektorale të Trumpit, dhe ajo është pjesë e kontratës, apo edhe e Laçivitës, i cili ka qenë prapë në stafin e tij. Kështu që në kontratë, pra, janë disa emra që duan ta njollosin faktikisht figurën e presidentit Trump. Prandaj dhe unë them që do të jetë edhe një hetim federal, sepse kjo në fund të fundit në sy të shqiptarëve jep të kuptoj këtë gjë, që amerikanët të shpallkan non grata. Dhe mbasi të shpallin non grata, mbasi të përlyejnë rend, atëherë të lakan me para. Po të kesh para, jepu para, të lajnë prap ata, edhe të shojnë prap, domethënë, bëjnë ty të pastër. Avokat, si mbyllet kjo histori? Në fund, mund të hiqet non grata së pari zotit Berisha, apo njëri nga gjithë aktorët që u përmendët duhet shkojnë brenda? Absolutisht, nuk mund të bëhet fjalë për heqjen e non gratës, por problemi është që këto lek që vajtën atje, këto dollar, 6 milion dollar, që në fund të fundit edhe de facto, edhe jure madje, janë pasuri e shqiptarëve, janë dollar të shqiptarëve, që janë marrë domethënë me rrugë të kundërligjshme dhe korruptive nga ana e familjes Berisha. Këto po vënë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ata do t'i gëzojnë, do t'i marrin. Po problemi është që nuk do bëjnë dot asnjë gjë. Nuk mundet kurrë në kurrës të hiqet non grata, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë, qoftë edhe administrata e presidentit Trump, nuk janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që të hiqet një non gratë që të vihet, atëre minimumi ata do t'i thonë Sali Berishës: zotëri, rregulloj një punët e tua aty brenda Shqipërisë. Ti pastro veten në radhë parë nga ajo akuzë dhe na të qenurit i pandehur për veprën penale të korrupsionit pasiv për kompleksin Partizani. Pastaj ke dhe 27 procese tjera hetimore në SPAK që kanë filluar procedimi penal, duke filluar nga vjedhja e Floririt Krabës, te vrasjet e 21 janarit, tek Gërdeci, tek vrasjet e Tropojës e tjera me radhë. Pra, lau edhe nga këto, merr dhe aty pafajësit, dhe kur ti marrësh gjitha këto pafajësi me vendime gjyqësore të formës prerë, na i bjen edhe këtu dhe ne pastaj e shikojmë dhe themi, po, ti që nge i pastër, dhe ne tani, me që ke paguar dhe 6 milion dollarët, do të lajmë tyja edhe do të bëjmë, do më thënë, nuse me tel të populli. Kështu që në këtë aspekt nuk hiqet kurrën e kurrës edhe non grata që ati i është dhenë. Por këtu në Shqipëri, në fakt, ne nuk kemi respekt për veten tonë, nuk kemi respekt për shtetin, edhe vetë shteti nuk ka respekt për veten e vetë, edhe institucionet e shtetit nuk kanë respekt për veten e vetë, se po të kishin respekt, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me njëherë të kontratë do ta konsideronte kriminale, do ta konsideronte kundërshtim të hapur me ligjin, do t'i thoshte Flamur Nokës do athëriste atje
në një mbledhje urgjente të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, edhe do i thosh, mos zotëri, këto para që kanë shkuar, si kanë shkuar atje, kush i ka çuar atje, dhe e dyta, e keme ligj që nëse ai apo ata qytetar që duan të ndihmojnë tyja, ku duhet i çojnë ato parat? Me ligj ti e ke që do t'i çojnë në një bank në Shqipëri, në një bank dytësore, dhe e cila do deklarohet na ju, do na thohet neve si Komision Qendror të Zgjedhjeve që sa u sollën, me çka kontrate dhe në cil bank janë. Dhe ne do t'i kontrollojmë, do t'i monitorojmë, do t'i shikojmë ata persona që i sollën, i kanë mundësit, i kanë mundësit, janë para të pistra, janë të pista apo janë të pastra, edhe do vazhdojmë të tej, dhe në këtë drejtim, nëse do ndodhte një gjë e tillë, bie fjala në Gjermani, do të ndodhte në Austri, do të ndodhte, ç'të them unë, edhe në Valin e Zi, po të ndodhte, një parti e tillë politike skualifikohet me njerë nga zgjedhjet, se ka shkelur rend. Pra ju po thoni që PD-ja të përjashtohet nga zgjedhjet. Po ligjërisht ajo është vetë përjashtuar me këtë krim të rend elektoral që ka bërë. Ka shkelur rend, domethënë ligjin edhe kodin zgjedhor, edhe ligjin mbi partitë politike, por edhe kushtetuta e Republikës, e cila domethënë i ka sankcionuara burimet e partive politike, nga i marrin dhe çrruk, edhe mbi atë bazë dalin dy ligjet kryesore, siç është kodi zgjedhor edhe ligji mbi partitë politike që duhet respektuar rigorozisht. Avokate, diçka të fundit kam, a ju bën përshtypje fakti që si te rasti me Goni Galit, atje kishim një tropojan tjetër, këtu është një tropojan tjetër që është përmendur në kontratë. Po me sa duket, tropojanët janë shumë të aftë për të bërë akte të tilla, sepse njohin çdo gjë, njohin edhe shpellën, por nuk njohin ligjin, nuk njohin kushtetutën, edhe mendojnë se gjoksi ajo më shikoni mirë orë budallërin, se unë jam Sali Berisha, edhe ajo i merr më qafë faktikisht, dhe harron që vjen një ditë që nuk mund të bësh dot as Mujin, as Alilin, dhe nuk bësh dot Kreshniku i Qimoti. Kështu që është guximi i tepruar, por një guxim i tepruar që vjen nga analfabetizmi në aspektin e njohjes së shtetit ligjor, edhe e respektimit të ligjit, edhe asaj që jeta jonë është ndërtuar, domethënë mbi bazën e një legjislacioni që duhet me çdo kusht ta respektosh, se para të jemi të gjithë barabartë, dhe para ti të gjithë me kokën kur e shkelin. Nuk e respektojnë gjë të tillë. Avokat, faleminderit shumë për mendimin tuaj për këtë çështje. Faleminderit për jush.